Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shenja e imanit me i dashtën e nsarët, shenja e munafiqllëkit me urrejt e nsarët. Me i dashtë e nsarët është vepër e imanit, me i urrejt e nsarët është shenjë prej shenjave të munafiqllëkut. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, s'ka besu asnjëri nga ju, pra nuk e ka plotësu besimin, derisa t'ja don vllavit vet atë që e don për vetë. Dashuria e vllavit tën apo me adash të mirën është prej veprave të zemrës. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, imani është më shumë se 70 e diçka lloj, apo 60 e disa lloj. Njënë nga llojet e imanit tha, wal haya min al iman, me pas marrë dhe turp është prej imanit. E vendin ku e ka marrja, e ka në zemër. Pra nëse njëni prej neve thot, unë e besoj, s'kam dishim kejt që ka ardhë për jonës Allah, me gjitha ta, se kam as një vepër të zemrës. Kjo është dituria që pejgamberi Allah i lutë të Allah që Allah të mbroje prej dituris që s'ka dobi. Dituria jo e dobishme, a dituria cila zemra mbushet plot me informata. Amo informatat nuk e bojnë që ta lëvizin zemrën e ati. Pra ata në dëgjone që ka thënë të pejgamberi Allah, shpeshere bënd të këtë doa thojke, Allahumme inni a'udhu bike min ilmin la yanfa. O Zot, runa prej ditoris që nuk sjell dobi. O nefsin la tashba, dhe me nefsin që nuk ngopët kur. O duain la yusma, dhe runa Zot prej duas luqjes që nuk e ndëgjon. O qalbin la yakhsha, dhe zemra e cila nuk ka frik respekt. Zemra e cila nuk i tutët Allah. Pra nëse dikush nuk e don Allah, nuk e don pejgamberin Allah, nuk e don urdhin e Allah, dhe nuk e don urdhin e pejgamberit Allah, kjo është alamet si ki nuk ka bindje në zemrën e ati. Edhe pse ne po flasmi për imanin i cili sjell dobi te Allahu Azza wa Jall. Pra është e mjaftueshme njeriu që të ketë fjalë të zemrës. Është e mjaftueshme që njeriu të dinë çdo sen që ka ardhur prej jonës Allahut dhe ta beson, mirë po mos ketë vepra të zemrës. A i sjell dobi? Këtë të cilën nëse i sjell dobi, Ebu Gjehli do të kishku në xhennet. Ebu Gjehli, a nuk e ka ditë se pejgamberi Allahut tash pejgamberi Allahut? E ka ditë. A nuk e ka ditë se atë që e fleta fjalë Allahut? E ka ditë. Dhe transmetohet me hadith të vërtet që thonë të Ebu Gjehli, ne dhe Beni Hashimi, tha garojshmi cili fis me fis, garojshmi cili dallohet me vepra. Beni Hashimi filluan, tha ti bojnë izmet haqilirve, tha dhe ne Beni Khuzejme, këto Beni Khuzejme e Bujel, tha dhe ne i banëm izmet haqilirve. Tha fisi Benu Hashim filloj ti jape ushqim haqilirve dhe na e banëm. Qka bajshin ato? Dhe na bajshmi. Gjithë na e thaja te i kalojshmi, mirë po dhe unë ngritën një ditë në sabah dhe na thanë prej neve ka pejgamber, qitë në ju një pejgamber, tha ku ta gjejmë në. Atërë qka thamë, se besoj. Pra vleo të ndërshëm, Ebu Gjeli e dinte, mirë po dia e ti nuk e boni që të shpëton në akiret. E dinte, gjithashtu se a pejgamber i Allah, jelëzia, kryelarësia, e boni që mos të pranon pejgamberin Allah. Për këtë arsye pse pe thëm, për çka këse na kanë dalë xhamit të cilët ju kanë bashkangjit esharit dhe maturidit, që ne të mesin trojet tona, kem kështu ma i qarë, trojet tona pretendojnë se i takojnë me dhebit e shari. Pra vledhët të ndërshëm çështjen e imanit, Eshariu, Ebu Hasan el Eshariu, pasuesit e ti janë Gjehmi në akide. Edhe pse ato pretendojnë të dallojnë. Thojnë se Gjehmit thojnë mjaftojnë me dit, a në nuk thojnë viç me dit, ha? Na thojnë edhe mu bin.
Ibn Taymija ka thonë cili janë dallimi mes dijes edhe bindjes nëse nuk ka vepra. Ja wali e shejtan, o miku i shejtanit ndëgjo. Cili janë dallimi mes diturisë dhe bindjes nëse s'ka vepra. Njani thot e di se Allahu e një, qetri thot unë jam i bindur. I bindur, pastaj tha unë e di se Muhamedi është i dërguar i Allahut, qetri thot unë e bindshëm. Thot njani unë e di se Kurani është fjalë e Allahut, thot unë jam i bindur në ta. Pra vëllezër të ndershëm, kjo ndarje nuk ka kurrë fare efekti përpos në gjumë, përpos në term. Ta ato që ka thanë? Thanë se njeriu nëse ka bindje në Allahun, beson Allahu që a krijuesi dhe beson se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kjo është shahadet. Jo, o vëllai i dash, shahadeti është simbol i fjalës dhe veprës e jo vetëm i fjalës.